Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur dhe gëzuar Krishtlindjen. Shpresoj dhe uroj që t'jeni duke kaluar një sezon feshtash shumë të paqët, të qetë dhe të bekuar. Dhe bashkë me ne sot në studio është Luis Doçi. Përshëndetje Luis. Përshëndetje. Gëzohem shumë që të kam në studio. Edhe unë gjithashtu. Pyetja e parë për ne sot është çfarë është Krishtlindja për ty? Çfarë do të thënie ka ajo për zemrën tënde? Kjo Krishtlindje ka qenë pak e veçantë për mua, por do them për Krishtlindjet e para, gjithmonë është ai shpirti festiv, Jezusi erdhi, shpëtimtari erdhi. Por kjo Krishtlindje ka qenë ajo Krishtlindje që e ka bërë me kuptim shpëtimtari erdhi, sepse kam një dëshmi në lidhje me këtë. Okej. Mund të na tregosh dëshminë se unë jam shumë e interesuar ta dëgjoj tani që ti na e the. Gjyshi im u shpëtua. O sa lajm i mirë. Po. Dhe ishte personi që nuk e pritsha. Domethënë, mund të ishin të gjithë familjes time. Gjyshi po vetëm fundit. atë nuk e prisja, po. Gjyshi ishte po. Unë e disha që Zoti do i bënte të gjitha, po gjyshi ishte i fundit. Edhe kur kam marrë fjalën në lutje, gjyshi ka parë shërim hynor, domethënë ishte mrekulli. Ne u lutëm fort si kish, normalisht si familje, mami, unë, Mario, vllai domethënë. U lutëm edhe gjyshi u shërua, ishte mrekulli totale, domethënë brenda 6 muajsh ai filloi të lëviz, për 2 muaj të tjera i dha makinës. I dha makinës. Kjo ishte Kjo është mrekullim me vete, Po. t'japësh makinës. Dhe ti gjyshi- je në atë moshë gjyshi, mund të të pyes sa vjeç është gjyshi? Gjyshi tani është 73 vjeç. Okej, për gjyshi është hero, domethënë. Me pak fjalë. Jezusi është hero. Amen. Gjyshi është subjekti i Gjyshi është heroit. Por lavdi Zotit për zemrën e tij, sepse në lutje sipër që ne po luteshim me gjyshin, në fakt, unë dhe mami morëm një fjalë që, okay, do ta ndalojmë. Kjo ishte shumë e çuditshme për ne. Po në lutje kisha vetëm fjalën durim. Durim, prit. Edhe normalisht që kur Zoti flet, duhet të bindemi. Ndjevëm fjalën që vazhdojmë për shpëtim. Por jo për shërim, se shërimin ai tashmë e ka marr. Shumë e vërtet. Duhet besoj tani. Edhe lavdi Zotit për drejtimin e frymës, ishte, Çfarë do bënim ne pa të? nuk e di. Unë jam Nuk e shumë e di. lumtur që ne filluam me një dëshmi bombastike programin. Duhet, kemi nevojë të dëgjojmë dëshmi se si Zoti punon, dhe sidomos në një sezon edhe në një kohë festash ku ky është lajm i mirë. Në lavdi Jezusi Zotit. për këtë erdhi, që njerëzit të shërohen, të shpëtohen, e ne të marrim ungjillin e plot, edhe çdo gjë të mirë që ungjilli ka për na ofruar. Amen, po. Është e vërtetë, domethënë se si fryma punon është, nuk e di, domethënë ai di çdo gjë dhe të del të jashtë planeve të tua, si thash, gjyshi Të ishte i prish fundit. filmin, marrëm. Gjyshi ishte i fundit, domethënë po fjala ishte shumë e fortë, nëpërmjet ti të tjerë do shpëtohen. Pra Amen. gjyshi ishte një derë për familjen tonë, sipas Zotit, dhe unë besoj, dhe besimi lëviz malet, thot Zoti. Tashmë ajo është bërë. Ne thjesht duhet besojmë. Ta heqim atë malin nga ajo pamja jon që të shohim drejt për drejt se çfarë Zoti ka bërë për ne. Shumë e vërtet. Kështu që Krishtlindja ime ka marrë një Kuptim tjetër. kuptim totalisht tjetër, dhe Krishtlindja do mbedhet si shpëtimi i gjyshit tani. Po. nga Në Jezusi, kalendar po kështu të normalisht shkruajmë. Vetëm për mua. Vetëm për ty. Për botën pastaj është shpëtimi nga mëkatet, normalisht. Shumë e vërtet. Shpëtimtari erdhi, vdiq në kryq, edhe të shpëtoi mua dhe ty nga paga e mëkatit. Luis, si mund t'ja bëjmë dikujt Krishtlindjen më të bukur? Ke ndonjë mendim, ke ndonjë ide, ke ndonjë histori, a ke ndonjë dëshmi, sepse Po, kështu siç e filluam ne fuqishëm. Më dëshmi të madhe se sa kjo. Në fakt gjëja është këtu që nuk ka Krishtlindje pa Krishtin. Kështu që në qoftë se nuk e kanë Krishtin, prezantoje. Çoje në Zoti- kish. Amen. Çoje në kish. Amen. Imagjino të pranoj. No. Flasim për dikë të pashpëtuar. Sigurisht.
Unë mendoj që gjëja që i mungon njerëzve sot është paqja e Perëndis. Të gjithë e kërkojnë. Edhe po dëgjoja sot isha në një trajnim pune. Po dëgjoja njerëzit që thonin ndenja 2 vjet bosh vetëm për të gjetur veten. Edhe unë që isha këtu me Zotin e gjetë gjithmonë veten, sepse ne jemi thjesht si ajo dorashka, ajo doreza le të themi një dorez elastiku, po duhet ajo dora e Zotit që neve të përdoremi, pra të gjejmë dhe atë veten se ku neve mund të jemi në jetën tonë. Kështu që lavdi Zotit, ku ka më mirë se sa ti të çosh dikën në kish. Për Krishtlindjen le të jetë fillimi, pse jo? Edhe mund të kalosh pastaj çdo të shtun sepse kështu fara mbillet. E vërtet. Normalisht që duhet u hitet. Për disa njerëz, e vetmja rast ose vetmja mundësi ku ata do t'i thonë po, të ardhurës në kish është për festa. Qoftë ajo për Pashkë, qoftë ajo për Krishtlindje. Po, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të thrasim miqtan, hajde në kish, eja, hajde të prezantoj diçka të re. Ka dhe shumë njerëz që kanë një mendim tjetër për kishën dhe kur futen në kishë thonë, "Ua, pse kështu që ka kisha?" Po kisha është shumë e bukur. Sidomos për ne protestantët, domethënë. Sidomos ne kënaqemi shumë kish. Unë mezi e pres. Të dielën e kam unë shërbesën. Lavdi Zotit. Ti e ke të shtunën shërbesën. Ne kemi të shtunën. Ju e keni të shtunën shërbesën. Po kryesora është lavdi Zotit, domethënë për shërbesat që na ka dhënë. Në skaren si shtunën apo dielën, lavdi Zotit për pastorët që na ka dhënë. Amen. Pastorët janë shumë të rëndësishëm. Shumë. Marrim një moment të falenderojmë. Po. Me që jemi për Krishtlindje. Faleminderit. Të gjithë pastorëve faleminderit. E bëm të falenderimin publik. Po. Ke ndonjë person tjetër që do të falenderosh? Me që jemi këtu? Dua të falenderoj veten time për punën dhe punën që kam bërë këtë vit. Jo, për ulësia, po falenderoj mamin. Mamin e kam pas krah këtë kohë. Edhe mamin në fakt më ka mbështetur gjatë gjithë rrugtimit, sepse edhe në shpëtimin e gjyshit e kisha unë në dorë të caktuar, domethënë nga Zoti që ti do të shpëtosh gjyshin. Kështu që futje punës. Dhe mami ka qenë gjithmonë si në këshilla, sepse jo të gjithë kemi qenë gjithmonë në vullnetin e Zotit, le të themi. Edhe mami gjithmonë më ka mbajtur në atë rrugën që shiko se je keq tu. Je keq. Në rrugë. Hajde pak. Besoj se sa tregoj unë. Besoj se pastoria edhe pastori. Pastoria është bekim. Domethënë, mami është unë nuk e di se çfarë do bëja nëse nuk do të kisha mamin. Edhe po e marrim këtë si moment me që falenderuam mamat që janë të manitshme, janë të mrekullueshme. Amen, po. Që se çfarë do bënim pa to, asnjë rrobë të lame e para, nuk do kishim asnjë rrobë të larë e para. E dyta për ushqimet e mira që na bëjnë që i bekoft Zotit sepse janë kaq fantastike. Dhe e treta, mendoj shumë më e rëndësishme për dashurinë dhe kujdesin që na kanë dhënë, që është nuk mathet me asnjë gjë. Domethënë ka një vlerë kaq shumë e rëndësishme për jetën time dhe unë pa mamin nuk do kisha bërë dot shumë gjëra që bëj sot edhe nuk do isha këtu ku jam. Pa këshillat që ajo më ka dhënë, pa ndoshta edhe vërejtjet që ajo më ka dhënë, kujdes se këtu e ke gabim, ktheu. Dhe është e rëndësishme të jemi të mësueshëm. Edhe të jemi të dashur. Pra e kam gabim, po kthej rrugë. Po sillem kështu. Okej, e kuptoj që kam gabim, jam e përulur ose i përulur dhe dua ta ndryshoj këtë gjë. Jezusi ishte një nga njerëzit më të përulur. Megjithëse ai erdhi në mënyrën më fantastike që dikush mund vinte në planetin Tokë, ai ishte kaq i përulur dhe kishte një dashuri kaq të madhe për njerëzit, që mendoj që në këtë sezon ne na duhet apo jo? Shumë. Jashtëzakonisht shumë sepse kjo përulësia që Jezusi paraqet është ajo përulësi që duhet të kemi në këto leadershipet sot. Unë e shoh te pastori im, është njëri shumë i përulur. Në çdo gjë që thot, në çdo gjë. Edhe lavdi Zotit, domethënë nuk ta mban korrigjimin për gjithmonë me përulësinë që një shërbëtor i Zotit duhet të ketë. Edhe asnjëherë nuk, domethënë për mua siç dhe dishepujve i është dukur tabu kur Jezusi vjen dhe i lan këmbët
është Po ky çfarë po bën? ç'a e duke bër? Zoti thon. O mësues, ç'a po bën? Ç'a po bën? Po Jezusi Jo, tha nuk shumë e gjëra me kuptoj. atë veprim. Po. Tha shumë gjëra në atë veprim. Dhe kishte një kuptim shumë më të thellë se sa i tha atyre, juve nuk jeni këtu për t'ju shërbyer. Jeni këtu për të shërbyer. Qofse unë jam shembulli, më ndiqni mua. Me gjëra fjala, a mund të jetë një gest i vogël më i fortë se sa një fjalë e madhe? Unë mendoj që siç fjala thot besimi pa vepra është i vdekur, gjithashtu fjalët pa vepra janë nuk do të thonë gjë. Është e vërtetë që fjala ka fuqi dhe neve duhet të flasim me besim. Por gjithashtu unë mendoj që kur Zoti të jep diçka ose një fjalë, duhet ta bësh. Shumë e vërtet. Duhet të bindesh. Sepse qa kuptimi ka që Zoti të thot unë gjithë dhe ti rri gjithë ditën në shtëpi. Domethënë çfarë kuptimi ka me qenë se të dy ne jemi në adhurim, le të flasim dhe jemi të fushës. Çfarë kuptimi ka që Zoti të thot çau tani për 2 orë ke për të më adhuruar mua. Dhe ti tresh në divan. Ta ti rrim në divan ose mund të shohësh Instagram. Ja, o zot, për 5 minuta sa të shohem aty. Si sa të ta gjithë. violinën, sa ta pianon. Po Nesër. shumë punë, Po. ose më hahet buk tani, pas do fli, pas Jo se jam pak e lodhur. Janë justifikime. Dhe këto i kam mishi. Po një gjë që të ditë them unë është që kur Zoti të flet, bëj diçka, është më mirë bëje se sa mos ta bësh. Do ndihesh shumë herë më mirë. Mendja jote Kur thotë çohesh dhe e jam bën, i lodhur. e Ja, vërtet. o Zoti ma, si do ja bëj unë tani? Po Zoti t'jep fuqi. Sa herë ka qenë, unë për shembull jam i qëndroj shumë atij takimit lutjes. E kam filluar shërbesën e adhurimit nga aty, po për mua ka qenë një rritje në gjithçka. Pse? Sepse Takimet e lutjes më fal që po ndërpres janë fantastike. Do më thënë, unë nuk e di Jam- se qa do bënim ne pa takim lutje. unë Do kishim nevojë për lutje. unë do doja që gjithë kisha të vinte Në takim. në takim lutje. Sepse është arma që ne kemi, përveç se adhurimit, lutja është gjithashtu një nga armët që Zoti na ka dhënë neve. Si shteti në fillim, që është shumë Po. e rëndësishme, u luta për gjyshin, Po. ndodhi. Amen. Po. Dhe njerëzit harrojnë që duhet të lutemi që gjërat të ndryshojnë jetën tonë. Dhe lutja është diçka e cila le të themi duhet dhe praktikuar. Pra nuk të vjen natyralisht vetëm kur je në shtëpi. Okej, mund të lutemi kur jemi në shtëpi, por gjithashtu takimi i lutjes për mua, le të themi nga eksperienca ime, e rrit jetën tënde të lutjes. Pra nuk është diçka e cila le të themi nuk ndikon fare tek ty. Jo, çdo takim i cili bëhet në kish, unë mendoj që është një shërbes e mirë për jetën e besimtarit që të jetë më afër me Perëndin. E vërtet. Me gjëra fjala mirë që e ceke pak të temë, shumë njerëz mendojnë që duke qenë se tani është koha e festave, pushimeve, është momenti për t'u larguar nga kisha. Në sensin që do iki me pushime, do iki takoj familjarët dhe në këtë nuk ka asnjë gjë gabim. Por është ajo periudhë mund të them që njerëzit thonë tani mund të mungoj një herë, 2 herë, 3 herë, 10 orën mund ta mungoj. A mund ta tregosh pse është kaq e rëndësishme që të shkojmë në kishë dhe të jemi pra të jemi bashkë me njerëzit në këtë periudhë festash, që ndrojmë bashkë. Dhe në fakt ka më shumë kënaqësi kur qëndron bashkë me njerëzit sesa kur qëndron vetëm, është e vërteta. Po thot Luisi, këtu ceke një temë. Jo, në fakt unë i qëndroj fort kësaj pjesës që nuk duhet të ndahemi nga kisha. Unë për vete edhe kur kam kërkuar për punë, gjëja e parë që i kam thënë të shtunën mundet pushim se kam kish.
diçka që kam mësuar është kjo, në momentin që ne vendosim mbretërinë e Perëndisë të parë, gjithë gjërat e tjera do na shtohen sepse kështu thot fjala. Në momentin që neve shohim, ja kemi një mundësi tani për të lëvizur, do shkojmë Brezovic. Ale ikim. Ja, po pse? Pse mos vallë ti mendon se duke e lënë një shërbes ti do kalosh më mirë në një vend tjetër ku Zoti nuk është? Çfarë domthon kuptimi i largimit nga kisha kod vetëm një rast. Le të themi ka munguar këtë të shtunë. Arsyeja ishte sepse isha smur. Domethënë, dhe kisha gati 1 vit e gjys që nuk smuresha. 2 vjet kisha që nuk smuresha, por që nuk mungoja në kishë, që nuk shkoja. Unë marr Luisin në telefon për ta pyetur për orarin që do lenim. Edhe thot Luisi, "Ok, kemi një problem." Thashë, "Ok, cili është problemi?" Thash, "Do thotë kam të pamundur orarin ditën." Thot, "Jam pa qef." I thash, "Si e pa qef?" "Jam me të vjella." Jam shumë rëndë. Se kur themi pa qef, duhet se s'kam qef më ardh. Jam pa qef. Edhe, a ke temperatura, je mirë? Jo, tha, jam pa qef, jam me të vjella, po kam kohë që smurem, nuk e di se çam gjeti. Tha, "Ok, me besim, tha, jam mirë." Edhe, "Ok, do me besim ti do jesh mirë." Unë e di se çam gjeti, me thënë drejtën. Edhe është tamam, domethënë kur je në Zotin, edhe të shfaqen disa gjëra që të tjerëve ndoshta nuk i shfaqen. Edhe ishte tamam. Ka mësuar për të kuptuar më shumë, lidhe me një gjë caktuar që ndodh. Tani unë i flas gjyshit për shërim, gjyshi shpëtohet, fill mbas shpëtimit gjyshit unë smurem. Wow. Domethënë lëvizje më e dukshme nga ty djall nuk ishte. Po ti më thojnë gjë të re. Atë që do të dëgjoj. Pas pritet edhe 2 ditë tjera, beshaka. Por që ishte, domethënë, është sulm. Ishte gjithçka ishte sulm dhe ishte më shumë për të thënë lexova në fakt edhe një reels ndërsa po shifsha në Instagram. Tha Zoti yt mburret për ty. Pra ati yt mburret për ty. Mos e zgënje. Dhe ku do mburret, siç u mburr për Jobin. Dhe tash e pastaj Luisin, "Jam mirë, do bëj mirë. Unë jam shumë mirë, nuk ka asgjë që më poshtë më. Okej, Luis, do bëhesh mirë." Ditën tjetër, Luisa u bëre mirë, jam top fare. Jam mirë. Kisha mbështetje. Një ditë mori apo jo? Një ditë. Edhe lavdi Zotit kur kemi mbështetje nga të gjithë në fakt, edhe lutjet kanë fuqi, siç e tham. Edhe ja ku jam sot. Ja ku je. Një pyetje kam për ty. A është ndjesi më e bukur të japësh, të dhurosh apo të marrësh? Si mendon ti? Absolutisht të japësh. Çfarë është kjo pyetje? Domethënë nuk ka lidhje të sigurisht është qef. Është qef. Kur merr diçka? Kur merr. Por është gëzim kur jep diçka. Sepse ti shikon që çfarë ti sapo bëre, pati një ndryshim në jetën e tjetrit. Diçka që ti jep, le të themi, unë meqense kemi rastin konkret, unë dhash kohën time, i dhash bindjen time Zotit, por kohën time ja dhash gjyshit. Dhe gjyshi ka diçka që nuk e blen dot me para. Tani. Ku kam bukur se sa kjo, domethënë, unë për vete jam aq i inkurajuar nga mënyra se si Zoti punoi me gjyshin. Sa që tani dua të jem dhe më afër me Zotin. O Zot, sa më afër. Kludhem. A është e mundur? A ka mundi më afër. Si tha pastor Mondi te një konferencë 180 gradë, tha, më shumë nga ty. Duhet kemi më shumë nga ty, tha. Bim dakord me pastorin. Amen. Edhe duhet kemi atë qëndrimin më shumë nga ty. Vërtet. Duhet presim më shumë nga Zoti. Edhe kur ne shkojmë me pritje të ngritura, shumë e veçantë e rëndësishme për t'u thënë që kur ti shkon me pritje të ngritura me një vend ti merr.
Po. Për shembull, nëse unë vendos që do vin kish dhe nuk do marr asnjë gjë sot thjesht do ikin kish, nuk kam për të marrë gjë. Pse se kam përgatitur zemrën time. E vërtet. Për të marrë diçka. Ama kur shkon me pritje, hap derë Zotit që të them, okay, do marr diçka sot. Do shkoj te takimi i Krishtlindjes dhe do marr diçka nga ty o Zot sot. Nuk e di se për çfarë do flitet, ndoshta mund të jetë i njëjti predikim që është thënë këtu më përpara, ama ti Zot do më hapësh syt edhe unë do marr diçka të re. Unë mendoj që ka besimtarë të cilët vinë me pritshmëri, sidomos në takimet e shtunave, dielave, varet se si i kanë, domethënë, Kur keni datat? Po, vinë, po për Krishtlindje konkretisht nuk ndonjëherë harrojnë që shikos edhe për Krishtlindje merret mesazh. Kupton? Edhe dua më saktë që t'jap këtë mesazhin që shiko, Zoti flet kurdo. Sepse Zoti me të vërtetë domethënë është festa e tij, po nuk do të thonë që ka hika i me pushime. Këtu është me neve. Edhe flet, gjithmonë flet. Edhe unë mendoj që Zoti mund të bëjë çdo moment unik, special. Të paktën ky është mendimi im për aq kohë sa neve e kërkojmë. Ashtu siç ti the, për shembull, ti Elena ke pas një rast që ke prit ai shumë në Zotin sa që Zoti të ka dhënë dhe më shumë se sa ti doje. Kam pasur shumë atje. Jo vetëm një. Se të kisha një, po kam pasur kaq shumë, më kam mësuar gjithmonë që rriti pritjet. Njerëzit zakonisht në jetën reale mund të them kështu, kur ne jetojmë thon uli pritjet. Mos prit shumë nga njerëzit, uli pritjet. Se lëndohesh, se mërzitet. Ndërsa me Zotin është e kundërta. Ngri pritjet. Edhe kur kam shkuar dhe kam kërkuar Zotit gjëra, se kam pas një nevojë specifike, kam thënë o Zot, unë pres më të mirën, më të bukurën për mua. Jo sepse ti mund ta bësh këtë gjë për mua, sepse unë e di se cili për Zotit besoj. Edhe mbaj mend kur kam dashur violinën, që unë e kam dar, kur kam dashur violinën, desha një violinë ashtu siç ma donte zemra mua. E desha gjermane, e desha vitin e dija, e doja violinë, domethënë që ishte e vjetër, dhe nkrita pritjet e Zotit megjithëse ekuacioni nuk më dilte asnjë gjë. As edhe një gjë. Dhe Zoti ma solli, edhe më shumë se çun kisha pritur. Edhe prandaj që kur ne rrisim pritjet, pra njerëzit ton uli pritjet e njerëzit. Ama ne nuk i besojmë njerëzve, ne i besojmë Jezusit. Shumë e rëndësishme kjo gjë dhe mendoj që kur ne kapim këtë gjë ne marrim akoma edhe më shumë nga fjala e Perëndis. Është vërtet. Njerëzit ecin me pritshmëritë e njerëzve. Dhe njerëzit nuk mund të ofrojnë asnjëherë më shumë se sa Zoti ofron. Edhe Zoti thotë ti kërko, trokit, do të hapet. Kërko, do të jepet. Sepse ati është një ati i mirë. Kush është ai atë thotë që në vend të bukës do i japi fëmijës sigur, ose në vend të peshkut do i japi një gjarpër. Ati është i mirë. Pra ai shkosë sa ajo kërkesa jonë është brenda le të themi dhe qëndrimit të zemrës që ne kemi. Që ne duhet kemi kur shkojmë tek Ati. Se tani ti jemi realist çunat mund të thonë edhe dom një Porsche. Po kun për lavdinë e Zotit do shkoj kjo. Violina jote në këtë rast është në adhurim sot. Ti ke parë violinën edhe ti e ke di, domethënë, gjithë historinë e violinës. Ma ke thënë, edhe ishte. Edhe tash e Luisin pasi mori vesh historinë e violinës, ata prek pak të lutem. Si ta mbaj këtë gjën? Shumë bebe. Mirë që se më shtolla me nej batanie. E kam shtellur me bataniet e mia aty që fus në kas. Kur thu, ka batanie edhe vet ajo. Po që është e vërtetë, domethënë, Zoti gjithmonë punon. Punon edhe kur ti nuk e sheh dhe ti i kërkon Zotit, ai e ka një mënyrë se si ta sjell, ta servir. Edhe kështu mendoj që duhet jemi të gjithë gatshëm dhe të hapur dhe të dëgjojmë dhe të lutemi. Meqense po flisnim për anën materiale. Si mendon? Si mund t'ju bëjmë një dhuratë të bukur njerëzve për Krishtlindje, po jo domosdoshmërisht jetë një shumë monetare ose një gjë që ti e blen. Pra ka shumë njerëz që ndoshta sot nuk e mundësi ta bësh këtë gjë. Ama unë do marr një vendim që dua t'i bëkoj njerëzit që kam rreth meje. Si mund ta bëjmë ne këtë gjë?
Unë për vete i kam shumë qef worship nights. Dukesh. E dim. Vërtet? Ja, realisht i kam shumë qef. Pse? Sepse janë spontane. Njerëzit, sidomos Atëherë të njëjtën, të premten worship night, gjithë të shtëpia e Luisit, na le orarin edhe bëhemi. Po, nëse të kisha vënë në shtëpi, edhe kisha bërë. Ju kisha marrë. Po, është për ta mirë menduar me kishëm, pse jo. Por që unë e pëlqej shumë worship night, pse? Sepse momentin që kisha Zotit mblidhet, dhe njerëzit zakonisht mendojnë që po si ta sjell unë dikë të jashtëm, këtu ai nuk merr vesh asgjë. Un kam një mikun tim, Enestin. Ai tha ditën e parë që erdhi në kishta, vetëm nëpërmjet adhurimit, pra nuk ishte filluar akoma pastori të predikonte, ndjeva paqen e Zotit, tha. Ndjeva një paqe totale, tha. Amen. Ajo më tërhoqi. Edhe ka shumë dëshmi të tilla në fakt. Lavdi Zotit. Dhe ku ka më mirë se sa ti të qëndrosh, le të themi, 1 orë. Sepse ndoshta jo të gjithë edhe shpërqendrohen, po ku ka më mirë se sa 1 orë ti vetëm të ndjesh atë paqen e Zotit që gjithë secili prej jo besimtarëve e ka nevojë. Le të jemi realist. E ka nevojë, sepse dhe neve që jemi besimtarë kemi nevojë. Shumë atje. Imagjino dikush i cili ndoshta nuk e ndjen për ditë. Sa e vlefshme mund të jetë ajo dhuratë. Një që na karakterizon, një nga fytyrët e frymës është paqja. Po. Njerëzve duhet u bëj përshtypje kur vinë kish, futen dhe ka paqe. Oh, jam rehat. Ktu mund të rri. Ktu mund të adhuroj Zotin. Ka pas raste për shembull që ka pas raste, po të them rastin e fundit fare. Të njëjtën. Ishim të takimi lutjes. Mirë, po unë doja një 2 orë të mira, vetëm qetësi, unë dhe Zoti. Gjë është në shtëpi ndonjëherë do vi dikush të hapi derën, do dali, do bëj zhurmë dhe unë dua vetëm atë, le të themi, dhomën time sekrete. Pa e dhoma ime sekrete është shumë më mirë kur është në kish. Sepse gjithçka is lined up. Gjithçka është në vi. Edhe thjesht qëndroj. Aty ku Zoti lartësohet, aty dhe prezenca e tij është. Dhe ne këtë javë në kishim takimin e lutjes, ishte nuk e di, pas ka qenë kështu si efekt domino. Ishte takimi jonë e lutjes, ka qenë këtë javë i papar. Do të thënë kemi dalë, unë nuk doja të largohesha. Nuk doja të ikja nga salla, sepse ishte një prezencë kaq paqe, dhe vetëm donin të luteshim, dhe askush nuk po dilte nga vendi. Dhe shkoi ora 8. Neve kemi një të enjte në muaj, kemi lutje, argjërim dhe adhurim. Edhe është domethënë full bandi i adhurimit, e kemi gjithë ditën argjërim dhe pastaj vim të takimi lutjes. Shumë bekim. Ka pasur raste që mund të kemi ne ndoshta vetëm lutjen në gjuhë të tjera. Edhe në fakt ashtu e ndihmojmë veten. Po, e vërtet. Na herë është më mirë ta lejmë Zotin të thotë çfarë ai do. Se ne folëm shumë. Edhe lavdi Zotit që ai lëviz në këtë mënyrë. Domethënë të sjell atë zjarrin aty edhe ti e kupton. E kupton që është ai dhe ti mbushesh. Besoj se të gjithë kemi pas raste, për shembull. Sidomos ne që jemi të adhurimit, jemi gjithë kohës. Kur të kap një moment nuk do të ikësh më. Do të jesh vetëm aty dhe të lutem, o pastor, a mundet që ta adhurojmë me fakt më shumë Zotin? Po shkora 10, po dhe 5 minuta. 5 minuta. Ti na the në fillim dëshminë e gjyshit, që ishte shumë e paparë si dëshmi. Cili është kujtimi më i bukur i Krishtlindjes për ty? Apo është kjo e gjyshit tani? Po, kjo e gjyshit është bërë tani. Më përpara cila ka qenë?
Më para ka qenë diçka më sipërfaqësore, të thëmë drejtën. Ka qenë diçka, për shembull pemën, unë kam shumë qejf. Pemën është kështu, po nuk është kuptimi i Krishtlindjes. Kuptimi i Krishtlindjes është Jezusi. Dhe qefi kam pas edhe normalisht edhe shërbesat. Me gjëra fjala më vjen keq që po të ndërpres, po më duhet ta them. Që e takuam Luisin te Jumbo duke bler topa për pemën, zbukurime për pemën. Po. O Luis, ç'a bën këtu? A do të dekorojmë pemën? Jam unik në familjen time, se të tjerë, domethënë mami dhe unë jemi. Edhe fejumi e vllai, Krista, është jemi të dhënë pas pemës. Unë isha me mamin dhe me motrën atë ditë, edhe pash dikush që më duk si ty, në fakt i thash, o mam, më duk si Luisi, po thatë mua ashtu më duk. Shef Luisin, gati për sul me karrotë. Me karrotë. Luis, ç'a po bën? Na blem zbukurime. Është i vetmi lloj shoppingu që mua nuk më mërzitet. Nuk të mërzitet. Jo. Është mund të rri te çdo sektor nga 5 minuta, 10 minuta, vetëm duke i parë gjitha ajo. Që ka një xhiz kështu, ky ka një xhiz kështu, cila është më e bukur. Si përfundim, si e bëre ti pemën? No. A doli ashtu siç e deshe? Nuk mund të them, nuk gënjej dot, nuk e desha fix ashtu. Por tash do respektojmë gjithë secilin. Mami e kishte shumë qejf ashtu. Dhe donte ta bënte rose gold me gold. Po. Dhe blem ca gjëra kështu lule për ta mbushur dhe çik më shumë. I gjë e bën mirë të paktën. Blem atë yllin, e ndrum atë yllin. Ndërsa unë u zgjova në mëngjes edhe shkoj në kuzhinë, u zgjova pak vonë, nuk e mbaj më duket ka qenë një hën pushim. Edhe data 1 kam përshtypjen, 10 Edhe shoh pemën, thash, pema. Edhe shoh mamin me dritat, me 50 metra drita, që t'i vini pemës vërdall. 50 unë nuk e dija që shoh kutinë, thash, ma sa metra janë këto drita? 50, thash në urdhro. Vetëm një palë keni? Vetëm një palë. Okay. Edhe kam det aty duke mbaj dritat që t'i kalonte mami, nga unë e kam shumë qejf pemën. Jam shumë dakord me ty. Mami, motra, edhe babi e vlerëson shumë pemën. Ç'është mua bet? Ju e keni rose gold, ne kemi një gold mund të them më shumë. Gold. Pa nuk është e kuqe me drita, megjithëse më pëlqen shumë. Edhe me të kuqe? Më pëlqen shumë. Më pëlqen sepse më kujton fëmijërinë, prandaj më pëlqen. Je shumë larg se do të kisha dhënë dorën. Edhe më pëlqen shumë e kuqja. Sepse shkon dhe me jeshilën, po gjithashtu edhe përfaqëson pak gjakun. Kështu që më pëlqeu kjo lidhja. Është sa më shumë lidhje të ketë me Krishtin, sa më shumë. Më shumë gati. A ka një Krishtlindje që nuk do ta harrosh kurrë? Dhe pse? Ma thuaj si përfundim. Cila Krishtlindje ka qenë, domethënë që të kalon shenjë, ty që ti thua nuk kam për ta harruar? Tani që mos ta bëjmë bajat, kjo është, po. Domethënë, kalojmë një tjetër. Ka qenë Krishtlindja e parë që unë kam qenë adhurim. Okay. Ka qenë mos flas më mirë se përballoj dot. Përveç se emocioneve që kisha, se normalisht që hera e parë që për Krishtlindje po e feston përpara me grupin e adhurimit, diçka që për mua ishte prit e kuros këmishën, prit e jam e kurosur, prit çka këngësh do bëjmë, ku janë këngët? Ajo ka qenë, domethënë, një Krishtlindje që nuk do e harroj, sepse normalisht që doli edhe shumë bukur, por që e shijova, vërtet e shijova. Jo se të tjera nuk e kam shijuar, por janë disa eksperienca për shembull që kur i ke dashur kaq shumë sa unë kam dashur shumë që të isha në grupin e adhurimit. Kam dashur shumë. Dhe ka një tjetër rëndësi për ty, marrin tjetër pesh. Po normalisht se kur ti e do diçka shumë, edhe mundohesh edhe lutesh shumë për atë gjë që ta marrësh, dhe Zoti ta jep, është një gëzim, sepse është, le të themi, ajo përgjigja lutjes që Zoti ta ka servir. Merr biri, më thon. Më në fund se ishte të kem mbaruar. Faleminderit zot. A mund të na japësh një mesazh për Krishtlindje që ta mbyllim këtë puntat sot?
me këto fjalët motivuese, unë nuk jam shumë. Motivou sot. Nuk jam. Por diçka që del nga zemra jote. Diçka që do më dilte nga zemra është kjo që mos hezitoni për ta shpallur Krishtin. Përderisa ai erdhi në këtë botë, tani keni diçka për të dëshmuar. Kështu që le ta flasim sa më shumë Krishtin në çdo vesh të mundshëm, i cili mund të dëgjoj ose mund mos të dëgjoj, po ju keni bërë punën tuaj. Domethënë të korrat thot Zoti janë të mëdha. Po punëtorët janë të pagët. Le të jemi një punëtor. Pse të jemi të pagët? Le të jemi të shumët. Edhe Amen. Me këtë doja ta mbyllja në fakt që Dhe mbyllë shumë bukur. Mendoj që unë nuk kam çfarë të them më pas gjithë kësaj muhabeti që ne bëm, gjithë kësaj mbyllje që ti bëre. Unë vetëm mund të të falenderoj, të faleminderit që ishe në program sot. Dia vetëm Zotit, po. E kam mbajtur shumë vete që mos të qesh, që të rri serioze. E kam mbajtur shumë veten, kështu që faleminderit që na solle një humor sot. Mund të them kështu? Ti je moderatore. Ne kemi pasur, më duhet ta them. Po thua. Ne kemi pasur histori gallat me Luisin, sepse unë i them Luisit që kur unë qesh, e kam shumë, kur unë filloj të qesh, e kam të vështirë të ndaloj, sidomos kur më kapi qeshura keq. Dhe duke i ditur këtë gjë, e kam përdorur kundër me në momente që nuk duhet ishte përdorur. Për njerëzit që më njohin, jam pak ngacmues. Më pëlqen të ngacmoj. Që faleminderit shumë që ishte këtu sot. Asgjë, je vetëm Zotit. Je shumë bekim. Edhe për ju që po na dëgjoni, uroj shumë që këto festa të jenë sa më të bukura për ju. Ne do ju mbajmë në lutje dhe bashkë do të shihemi javës tjetër. Gëzuar Krishtlindjen.